ish burri sulmon me SPA ish gruan. Policia e Kosovës ka iniciuar rastin si vrasje në tentativë. Vetëm gjatë vitit 2025, mbi 1500 gra në Kosovë kanë raportuar dhunë nga partnerët e tyre. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Gadimet e Epërme, ku një burr dyshohet se e ka sulmuar me SPA ish gruan e tij. Viktima është dërguar për trajtim në qendrën emergjente, ndërsa në vendngjarje ka ndalë policia dhe prokuroria. Policia e Kosovës ka iniciuar rastin si vrasje në tentativë. Zëdhënësja Flora Ahmeti ka konfirmuar se i dyshuari është identifikuar dhe trajtimet po vazhdojnë. Sipas drejtorit të emergjencës Naser Syla, gjendja e viktimës është stabile me mundësi që ajo të dërgohet në neurologji për trajtim të mëtejshëm. Është ende sa trajtohet në, gjendja është e njëjtë, është gjendje stabile, dhe sipas gjasa do të shkon në klinikën e neurologjisë. Ky rast thekson një të vërtetë të hidhur. Vetëm gjatë vitit 2025, mbi 1500 gra në Kosovë kanë raportuar dhunë nga partnerët e tyre.